Ju thatë çfarë, se t'ju bëj dhe një detajim se mbase nuk e keni vënë re se jeni shumë i ngarkuar, keni agjendë ngarkuar. Mos me thuaj këto. Tash po fillova me këto, Po ti s'besoj se ndjek gjithkohën punët e bashkisë edhe të... O zotri, e di, unë të mbaj ty në krah edhe bëj edhe punën të jap dhe përgjigje. Tani mos më thuaj këto je ngarkuar se blej. Dakor, jo më nuk ta thash me të keq, pa merak, nuk ta thash me të keq. Zoti kryeministër. Unë jam rrat skali tjetër, kështu që le këtë punë ngarkesë. Dakor, s'ka problem fare. Mos ki merak. Ty të mbaj në krah, të jap dhe përgjigje, bëj edhe një punë tjetër. Kështu që Dakor. Kështu që e njoh shumë mirë këtë punë sepse e kam shumë problem bashkëtesën me plerat. E kam një problem shumë të madh. Plerat, likësia e paaftësisë dhe analfabetizmi i qëllimshëm mua më krijojnë alergji. Kështu që për sharën urdhëm, thuj çfarë foto ke, ma nxirr, jam shumë dakord me ty, unë s'kam marrë foto me vete se s'kam më tani as. Unë kam këtë foto, që është foto e Ardit Gjoklet, një të mituri që punonte në landfillin e Sharrës gjatë kohës që administrohej nga Bashkia e Tiranës landfilli i Sharrës. Dhe pas kësaj foto kam kryetarin e Bashkisë Tiranës me prokurorin e çështjes duke drekuar në një nga restorantet e njohura të Tiranës. Çuditërisht, mund të jem gabim, çuditërisht, pak javë pas kësaj fotoje, kjo çështje është mbyllur. Kjo tragjedi, se nuk po thot njëri që është bërë qëllim, kjo tragjedi që ka ndodhur në landfillin e Sharrës është mbyllur. Arsyeja pse unë e sjell në vëmendje këtë është e para sepse nuk ju kam parë ndonjëherë ta përmendni si rast, edhe ju gjetët rast shkoni ke familja e Klodian Rashës, edhe shumë mirë bëhet që shkuat, edhe në shumë familje tjera që kanë pasur tragjedi, për fat keq, por kjo lidhet ngushtësisht me reformën drejtësi, lidhet ngushtësisht me një kod etike që ju keni vendosur për titullarët tuaj, dhe lidhet ngushtësisht për kryetarin e bashkisë që është me prokurorin e çështjes ku Bashkia e Tiranës është e përfshirë. Jo, dhe të fundit pyetjen dhe mi e përgjigjen. Dhe mi e përgjigjen, të lutem. Dhe po se shkëputemi pra, dhe lidhet ngushtësisht me nevojën akute që pati kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, që pak javë pasi ndodhi vdekja aksidentale, tragjike e Ardit Gjoklet në landfillin e Sharrës, të dilte dhe me pompozitet të njoftonte që po vinte një kompani e madhe holandeze në Tiranë për të investuar në landfillin e Sharrës, që do punësonte me mijëra banor të zonës së kombinatit e tjerë, për të heshtur në një farë mënyrë këtë ngjarje që ndodhi, dhe që na rezultoi që holandezët që do vinin ishte kompania e Klodian Zotos, që çuditërisht ishte hapur në vitin 2016 me një kapital fillestar 50.000 euro dhe ditën kur fitoi kontratën 128 milion euro me Bashkinë e Tiranës, shiti dhe aksionet në offshore. Të gjitha këto ju duken koincidenca? Tani unë nuk e përqafoj dot këtë teknologji dhe këtë qasje lidhjesh të sforcuara të natyrës policeske për të lidhur foton, viktimën, holandezin, e për të bërë gjitha bashkë dhe për të bërë politik duke faktikisht në të rast akuzuar për vrasje, se kështu i bisi sigur për vrasje, një kundërshtar. Unë nuk jam i kësaj shkolle. Dhe është shkollë shumë e vjetër kjo. Ndërkohë që do kisha shumë dëshirë unë i dashur Melind, do kisha shumë dëshirë unë të komentoja vendimin e gjykatës kushtetuese të fundit, por nuk e kam komentuar. Unë nuk i komentoj vendimin e gjykatave, kështu kam zgjedhur të bëj, megjithse në rastin e vendimeve të gjykatës kushtetuese bën sens edhe të komentosh sepse nuk janë vendime për individ, po janë vendime, por e kam bërë këtë zgjedhje unë, duke marrë përsipër edhe koston e llafeve që, kështu që për çështjen për cilën më prezantove ka vendim gjykate. Dakor, s'keni koment. Ka vendim gjykate. Tani, një çështje ka vendim gjykate, si tash të kthehemi prap, edhe pse duhet unë të besoj gjithë këtë film, ndërkohë që vendimi gjykatës është aty. Se nxjerr një foto me prokurorin. Unë po them edhe herë tjetër, kjo politika me foto nuk të çon asgjë kundi dhe më dëgjoj.
Kur mos i bëj tjetrit atë që s'do që tjetrit ta bëj ty, sepse nesër mund të ndodhesh ti me i foto se politika ku së çon, ulesh atje, takon rastisht, bisedon, mund të takohesh edhe me një njeri që e ke komplet kundërshtar, s'ka lidhje fare, ta nxjerrin aty, ja u ashtu, ja u kështu. Jo, më mirë kështu si jemi bashkë. Hapta tregojmë që kemi një si shtat kryetarja, jemi të koordinuar kaq. Më mirë hapta se këtë se beson as publiku. Publiku e kupton që ne jemi duke bërë këtu debat si kundërshtar, ose më saktë si dëshmitar me një antar komisionit të opozitës. Kështu që këto fotot unë nuk i du këto fare këto. Doli foto, s'doli foto. Nuk kjo politika me foto si e kapëm gjallë. Këtu të kapur gjallë jemi të gjithë se jemi në kaq vend. Mund t'i kthehemi parave me që edhe ju e keni merak. Ju shprehet se 2 incineratorët i Fierit dhe i Elbasanit janë investuar me fondet e qeverisë. Plotësisht dakord me ju, pasi janë investuar me lekë të buxhetit shtetit. Në lidhje me inceneratorin e Elbasanit, janë faktuar para këtij komisioni se 9 kompani të vërtetuara kanë marrë një vlerë prej $5.2 milion dhe aksionerët e këtyre kompanive, shoqërive, janë të dënuar për evazion fiskal. Me pak fjalë, këto kompani janë përdorur për fryrje kostosh dhe përfitim të vëshëje. Do me thënë, Altec Energy ka nënkontraktuar subjekte fiktive. Kush do ja zëvendësoj shqiptarëve këto pagesa, zoti kryeministër, sepse projekti është bërë në mënyrë abuzive dhe me fryrje kostosh. Flasim vetëm për evazionin fiskal. Pagesa prej $4 milion, që zoti Koka supozohet që ka marrë vetëm nga Altec Energy SHPK, gjithashtu i duhet shtuar kësaj pagese. Dhe jam kurioz ta di kush do t'i zëvendësoj këto para, që janë faktuar që janë para ose korruptive, ose korrupsioni. Po pse i duhet shtuar asaj pagese për shkak? Shtojmë sepse janë të e njëjta procedurë ke incineratori i Elbasanit. Për shkuar ke Fieri, keni 5 kompani të tjera të vërtetuara që kanë marrë një vlerë prej $2.2 milion dhe aksionerët e këtyre shoqërive janë të dënuar po për evazion fiskal. Me pak fjalë, këto kompani janë përdorur për fryrje kostosh dhe përfitim të vëshëje. Tani, zoti kryeministër, tek incineratori Fierit ka pagesat faktuara prej $1.8 milion që zoti Lefter Koka ka marrë vetëm nga koncesionari i Fierit. Lexon aty apo më shef mua? Lexoj këto se i kam të shkruara se nuk mund t'i mbaj mend të gjitha. Tani një pyetje, gjithë këto para që janë të faktuara, gjithë këto kompani që janë fiktive, etj, që janë faktuar, këto që po ju them. Ky dëm që është kaktuar te taksat e qytetarëve shqiptar. Sa është dëm? Kush ja zëvendëson? Po derisa ju thash deri tani, ja shtohet i vet 2.2 dhe 1.8 janë 4, edhe 4, 8, edhe 5.2, 13.2. Do me dhe nga 400, jo prit. Jo, jam ke 430 milion, vajtën 13.2. I kam konkrete, unë jam ke evazioni ke këto kompanit e faktuara dhe të dënuara nga gjykata. Po me që juve ju duken pak 13.2 milion euro. Jo, mos bëj spekulime. Mirë, okej, 13.2 e kam. Nuk më duket pak mua as 100 darë. Unë duhet e di, këto 13.2 milion euro, kush ja kthen prapë qytetarëve shqiptarë? Një sekond. Nuk më duket pak fare mua as 13 milion euro, as $13.000, as 13.000 lek. Unë, përsëri, si edhe në vëmendje, për shkak të tyre që na dëgjojnë, që kanë muaj që tronditen, tunden, shkunden, përplasen, zgjohen, flen, zgjohen prap me 430 milion që i ka marrë organizata e struktura kriminale me në krye mua. Ky është thelbi. Prandaj, këtë 430 milionshin, qartësisht besoj njerëzit e kuptuan që e keni krijuar. Po kjo 13.2-shja? Ndërkohë që për evazionin fiskal, ka legjislacion Republika e Shqipërisë. Evazion fiskal nuk kanë bërë vetëm këta. Ka dhe tjerë që bëjnë evazion fiskal, dhe kush kapet për evazion fiskal, paguan, goditet dhe paguan. Nëse dhe këtu nuk kemi thjesht evazion fiskal, në rast se gjithmonë duke marrë prezumimin e pavajsisë të gjithëve se unë s'do bëj këtu gjykatsin, po në rast se spagu ka të drejtë në këtë që thot dhe në këtë që ngre, këtu kemi korrupsion dhe evazion. Për korrupsionin goditesh për korrupsion, për evazion, përgjigje për evazion dhe të merret gjithçka ke. Po problemi është këto parat që kanë shkuar nga incineratorët, nga kompanitë e incineratorëve. Mos zotri, evazioni është evazion, nuk ka nga kjo nga ajo. Shqiptarëve më. Evazioni është evazion. Janë fonde publike më. Evazioni është evazion dhe evazioni goditet me ligj. Dhe kush bën evazion, po u kap e pson. Ka që thjesht është çfarë diskutojmë, çfarë më pyet mua, çfarë bëhet? Bëhet kjo. Nëse vërtetohet evazioni, goditet për evazion. Dhe
bëhet gjithë dhe paguhen të gjitha pasojat e evazionit. Shiko, ka një problem, sepse ndjesia që ju lini është që ju keni një administrat këtu, që është përgjegjëse për gjithë to shkelje, për evazione, për gjitha. Jo, dhe ju nuk dini asgjë. Të lutem. Pra këtu ka një problem shumë madh, ose administrata nuk ju raporton juve si kryeministër. Këtu nuk ka asnjë administrat që është përgjegjëse për këto shkelje. Këtu nuk ka asnjë administrat që është përgjegjëse për këto gjëra. Këtu edhe herë e them që të gjithë ata të cilët u thirrën dhe u keq trajtuan këtu, më vjen shumë keq dhe ju them atyre që secili që ka bërë punë e shtetit as duhet të ketë asnjë shqetësim, ndërkohë që sigurisht që kush nuk ka bërë si duhet detyrën, duhet shqetësohet, por mos ngatrojmë çështjet natyrës administrative, çështjet natyrës procedurale, jo kjo letra, jo ajo letra, se unë kam mësuar që ka probleme administrative, ka probleme penale. Janë dy gjëra ndryshme. Nuk lidhet çdo problem administrativ me një fantazi që të nxjerrim një aferë, se s'ka aferë këtu. Kjo është shumë e thjeshtë, këtu s'ka aferë. Këtu kemi parë një marrëdhënie korruptive të prezumuar. Kaq, çfarë afere ka? Cila aferë? Jo. Janë atje, më zotëri, janë veprat atje. Është gjithë infrastruktura e pastrimit e ngritur. Qytetet marrin frymë lirisht. Gjitha do bashki po krijojnë sinergjia. Kavaja shpëtoje, e shikoj e Kavaja si ishte verën e kaluar. Vjen sezoni, s'kanë më probleme të tilla. Çështja jonë është që të punojmë, dhe këtu duhet të jepni dhe ju kontribut, që fillojnë ndarja mburim, të bëhen proceset e riciklimit e tjerë. Këto janë problemet tona reale. Kurse këto evazion, këto janë çështje të organeve të tjera, si janë të mia. Unë nuk më ka caktuar njeri që të jap gjykime kush bën evazion, Ka organe, ka ligje, ka goditje sipas shkallës evazionit. Këtu ka vetëm një problem, se ju jeni gardiani i fondeve publike, së bashku me Ministrin e Financave me qeveria. E ke shumë gabim. Për menaxhimin e fondeve publike, e ke shumë gabim. Ju si kujdestar dhe drejtuesi i qeverisë, normalisht. E ke shumë gabim. Jo. E ke gabim shumë. Dakord. Zoti kryeministër, unë doja t'ju thoja vetëm Je shumë gabim. Po. Mirë. Zoti kryeministër, unë doja t'ju thoja vetëm këtë që këtu ka një problem shumë të madh me kostot e këtyre incineratorëve dhe me kostot e punëve publike në Shqipëri. Se jo rastësisht pas se na dalin rrugë që bëhen me 20 milion euro kilometri, etj. I dini ju. Jo, nuk hym, po them ke fryrja e kostove. Pra këto janë para fiktive, në mënyrë fiktive, i kanë shkuar kompanive që kanë dorëzuar fatura fiktive, që administratorët e incineratorëve kanë ardhur këtu dhe nuk mbanin mend, i kapi amnezia, çuditërisht, askush nuk mbante mend asgjë, dhe unë po ja u faktoj që këtu ka një abuzim financiar konkret, dhe problemi është që këto para avullojnë ajër dhe nuk i kthehen më as buxhetit shtetit, as qytetarëve, as taksapaguzëve, dhe në vend që të bëj mbase 10 shkolla më shumë, mbase të bëj një ujësjellës më shumë, shtroheshin ca rrugë kilometra më shumë, asfalt nuk bëhen, se i merr avullojnë dhe i merr korrupsioni. Tani për të mos u zgjatur shumë, unë kam pafund pyetje, por gjithsesi të flasin dhe kolegët. Jo, një koment kam pasaj dhe një pyetje. Vetëm diçka në nivel politik dua të kuptoj nga ju. Si ka mundësi që në 25 qershor të 2014-s ju keni nxjerrë një VKM me numër 418, ku i kërkoni të gjithë pushtetit vendor që të fillojë urgjent grumbullimin e diferencuar të mbetjeve dhe nxitjen e riciklimit. Pra keni folur për riciklim në qershor të 2014-s. 6 muaj pas, në 17 dhjetor 2014, me VKM 907, ju miratoni inceneratorin e Elbasanit. Pra kaloni nga kjo politik, kaloni një politik tjetër që Europa po e përcjell, te inceneratorët, te incinerimi. Si e shpjegoni këtë ndryshim dhe këtë nxitim kaq të madh tuaj brenda 6 muajsh? Me që jeni udhëheqës politik. Fillova të konfiguroj grupin kriminal në atë moment. Dgjoj. Atëre. Me që më përmende këtë 20 kilometra, 20 milion euro për kilometr. Tani, besoj unë që kush kalon aty te ish barikada e rezistencës kundër punës, besoj unë e kupton që ai kilometër nuk është njësoj
si 1 kilometër që e bën në një segment të një rrugë ku ecën drejt. Ai nuk është 1 kilometër. Ajo është një vepër inxhinierike shumë komplekse, me gjitha ato tunele, me lidhje. Domthonë, kjo mënyrë e të bërit politik, duke ju më le ta mbaroj se. Po rrim ke incenerimi pra, ke Po strategjia. do vi unë ke incenerimi, po ti mendon që do t'i filloj nga 20 km. Unë e krijova këtë 20 milionë euro për kilometër e them Jo, ti. ke Kosovë, në parime kish. Belin e dëgjova nga ty 20 milionë euro për kilometër. Prandaj po e them se solla unë këtu, e solla vet. E më the dua ta hapim këtë. Edhe unë prandaj e hapa. Që do thotë që është e rëndë kjo. I çmendëm këta njerëz. Duke i thënë, vodhen këtu, vodhen aty, shife 1 kilometër, 20 milion, një kubull e kuqe, thosht ai ustai jot i riu dhe i vjetër xham, se ti ishe konsekuent, një kubull e kuqe, 20.000 euro, një rozet, 20.000 euro, një kështu 50.000 euro, po prit prit. Se më kujtua një anekdot që gjuhet gjahtarësh, që i tha, se gjahtarët thonë që gënjejnë shumë kur s'kapin gjë. Edhe mblidhen bashkë edhe ndoli kjo, e ndoli ajo, ju mata, ju bëra, e hudhan harar, edhe i thot ai bashkëbiseduesi, një personazh i famshëm, po si edhe emrin, tha i mora shenjë, i tha mbaje. Tash jo gjej vendin atyre të tjerave. O këtë merre dhe fute, sepse ai harar s'mamo, tash 20 këtu e 30 aty e miliona, pa prit më se nuk është Shqipëria ku jemi këtu, prit më se i keni bë këto eurot, se di kush e futi këtë mortje këtu që u bën eurot sikur janë letra. Ai një vjetër socialist do të ishte sqaron, do të kishte thënë, këto tri të vjallit në autobusin u dha. Ato autobusi që tregove ti, do të kishte thënë ai një vjetër që këto tri socialistët e ri të vjallit në autobusin. Dëgjoj. Mbylla. Dëgjoj këtu.